Nga Devodi aty ku prezantoi arritjet në kuadër të takimit përmbyllës të fushatës elektorale, kryesocialisti Edi Rama reagoi për konfliktin në të cilin është përfshirë deputeti i PD-s, Bledion Allbati, duke i quajtur rrugaç. Po hyni dhe në gjyna, mbani rrugëve një njeri që duhet shkojë në shtëpi. Kështu që shikojeni këtë punë dhe këtu në Devoll e keni të dyfisht problemin. Hyni në gjyna një herë se çoni rrugeçër në Tiranë, nga Devolli. Devolli, vendi, përveç se drejtora Gollit, vendi i njerëzve më punëtor të njohur me nam. Rama kërkoi sërish votën në 11 maj duke sjellë në vëmendje edhe figurën e lartë të shkrimtarit Dritoroa Golli. Dhe Devolli kishte Dritoroa Gollin deputet në parlament. Ndërkohë që para pak ditësh ju gjithë edhe gjithë Devollit ishin dëshmitar të një skene që tregon se ku ka rënë pazari i opozitës në Shqipëri. Dritoroa Golli ishte deputeti i opozitës, nuk ishte deputeti i pushtetit dhe fliste për të gjithë popullin, ndërkohë që Devolli ka sjell në parlament një rrugaç. Të bëjmë atë që na takon për Shqipërinë, kurse ju bëni një rrugë dy punë, edhe për Shqipërinë edhe shpëtoni nga këneta më buridhec. Rama shpreh se vota për Partinë Socialiste bën diferencën mes një politikani të lodhur dhe pasaportës europiane.